Ndodhem mbrapa skenës famshme të festivalit Gjirokastrës, një prej vendeve më të njohura në Shqipëri, por do t'ju tregoj diçka të pabesueshme. Burgu ndoshta më të frikshëm që Shqipëria ka pasur, i ngjashëm me burgje tjerë, por ky është i vetmi në funksionalitet, në kuptimin e vizitueshmërisë, pra jo se është funksional, që ngjan shumë me burgun e Porto Palermos, por është më i frikshëm sepse është shumë më mirë i mbrojtur dhe është në majën e kalas së Gjirokastrës. Nëse e sheh me vëmendje, jam pjesën fundore të kalas, në pjesën e Trekëndshit, tek sahati i famshëm i kalas, rreth e rrotull janë rënojat. Po pse ky burg është kaq i famshëm? Është kaq i famshëm sepse ka njihet dy emra, në fakt janë dy që shpesh ngatrohen, burgu Osman dhe burgu i Koto Hoxhit. Burgu Osman dhe burgu i Koto Hoxhit ishin burgje të cilat nuk kanë asnjë lloj drite. Në fakt Gjirokastra ka pasur këto dy burgje të frikshëm dhe më pas në kohën e Zogut u ndërtua burgu i 7 penxhereve. Tani po mundohem t'ju çoj në pjesën e burgut Osman. Shiheni, thash këtu jam në pjesën e sahatit. Kjo është pjesa e mureve rrethuese. Jam disa shkallë në nivelin e normal të ecjes dhe do vazhdoj prapë. Këte i vinë shkallë të tjera. Ky është një përmak. Burgu ndodhet në fund, fare pranë kullës. Ajo që do shihni, në fakt duket pak e frikshme. Duhet zbresësh shkallët, po mundohem të shkoj në këtë drejtim. Zbret 2 nivele në tokë, është një hyrje me cila nuk ka dalje, me sa kuptoj unë, dhe më pas është një tjetër. Këtu do vjosh të zbresësh në bodrum. Zbritja këtu nuk është e kollajshme, duhet të ecësh ende dhe rreth 2 kate tjera, ku gjendesh përballë një dere krejtësisht të errët. Unë do mundohem të bëj tashmë ndriçimin me celular, sepse është e vetmja mënyrë për të pasur një minutë. Ndriçim. Kjo është dera e parë. Keni parasysh që ka shkallë të tjera. Në këtë drejtim ka prap shkallë, duhet zbresë shkallë. E keqja është që ka edhe lakuriq. Po të vini re, këtu është një korridor. Ky korridor është korridor i cili rrethon burgun që është në këtë drejtim, që rojet t'i vinin rrotull, në fund fare rrotullohet, pra në fund fare rrotullohet. Po heci në këtë drejtimin prap për t'ju treguar diçka, pra duhet vazhdosh të zbresësh shkallë. Përballë janë disa shkallë të tjera, të cilat të çojnë në një tjetër korridor që rrotullohet rreth e rrotull burgut. Burgu është në mes, nuk e di a mund ta kuptoni, pra shifeni, ky korridor në fund i vjen rrotull burgut, i cili ka vetëm një derë. Për të shkuar në derën e tij, duhet zbresësh prap këto shkallë këtu. Është reflektimi DJI-t, po mundohem ta mbaj në këtë drejtim. Kjo është dera hyrëse. Është një nga burgjet më të frikshëm që dhe Peranderia Osmane vendosi të mos i përdorte më në fillim shekullit 20. Këtu jemi brenda burgut. Shifeni. U vesh ekrani nga lagështia. Burgu është i gjithi shumë i lartë, por nuk ka asnjë dritare. Pikërisht për këtë arsye ishte i frikshëm, se është një burg pa asnjë dritare. Këto që shihni ju janë kamare. Kjo kamare del në korridorin prej nga rojet mund të vëzhgonin të burgosurit, shife. Pra aty është ja dhe kamarja tjetër prap ku të vëzhgoheshin të burgosurit. Dhe një tjetër kamare është këtu për të vëzhguar të burgosurit nga jashtë. Pra këto ishin kamaret që vëzhgonin jo nga jashtë, por ka dhe një rrethim tjetër. I gjithë burgu nuk ka asnjë lloj ndriçimi fare, pra nuk hyn drita e diellit, dhe të burgosurit qëndronin të ulur këtu, në këtë pjesë, disa herë të lidhur, disa herë pa lidhje, pa parë dritën e diellit me muaj. Shumë prej tyre dilnin të qërruar më nga kjo zonë. Tani po mundohem ta sjell pak ndriçimin për ta parë. Shiheni se si është. Është gjithë zona rreth e rrotull. Është e frikshme, duhet eci përpara sepse për t'ju shpjeguar më mirë,
Po ja shpjegoj në këtë drejtim, jam duke dal, shiheni tani, jam duke dal nga porta e burgut. Pra, kjo është porta e burgut, këto ishin gurët ku. Dhe po t'i vish rrotull burgut, burgu ka dy rrethime, rrethimin këtej dhe rrethimin e jashtëm ku muri është 3 metra, është eksaktësisht 3 metra. Në këtë drejtim t'i hecën dhe këtej kamaret prej nga rojet shihnin të burgosurit brenda. Këto janë kamaret që ju tregova nga jashtë. Shiheni se si është çike vështirë, ja kamarja tjetër. Pra të burgosurit qëndronin aty dhe rojet i shihnin nga kjo kamare. Kamarja është mbi 4 metra e lartë që nuk arrije dot. Dhe ky korridor i vjen rrotull burgut në të gjithë drejtimet, shifeni, është i vendosur direkt në shkëmbë, dhe këtu është kamarja tjetër që shef gjithë burgun. Po thuajse të gjithë burgun dhe të burgosurit. Kuptohet? Dhe është burgu thash më i frikshëm që Shqipëria ka pasur, një burg i cili nuk kishte lidhje me asnjë standard njerëzor. Perëndëria Otomane pati probleme të mëdha për trajtimin e të burgosurit në këtë drejtim nga fuqitë europiane dhe vendosi ta mbyllte këtë burg, burgun më të frikshëm në Shqipëri, pra shifeni, dhe për të dalë prap nga ky burg duhet vish edhe një herë nga shkallët poshtë, duhet ngjitesh në këtë drejtim, në derë, të shkosh në pjesën e sipërme dhe për të dalë në pjesën e nivelit të Kalas, që është ky këtu. Është burgu i Kotohoxhit ose burgu Osman ishin më të frikshmit në Kala, po dhe nga më të frikshmit në Shqipëri, ndoshta kishte edhe burgje të tjerë të frikshëm, por ky është padyshim burgu më të rënditës që ne kishim. Më pas u ndërtua burgu i 7 penxhereve, që ishte në këtë drejtim, i cili u ndërtua në kohën e mbretit Zog, dhe ishte një burg me standardet, po e quajmë më normale europiane të kohës, edhe pse ishte i frikshëm. Nga asnjëri prej burgjeve nuk ka arritur të arratiset askush. Burgu i 7 penxhereve funksionoi edhe në vitet e komunizmit pa kohë dhe u mbyll më pas, ndërsa burgu Osman u mbyll që momentin e parë që në kohën e Perëndërisë Osmane, dhe pjesa më e madhe të burgosurve u zhvendosën në qelit e tjera të Kalas. Pra shiheni se çfarë niveli është burgu aty poshtë, ndërkohë që këtej mund të kesh pamjen më të bukur të qytetit dhe të vetë Kalas, me orën e famshme, pra me sahatin e Kalas, edhe me pamjen e gjithë qytetit që shtrihet atje poshtë. Në qytet manitës, siç thot Kadarea, kur bie, nuk bie në kanal, po bie në çatin e shtëpisë tjetër. Është një prej qyteteve më të bukur që Shqipëria ka, dhe ky burgu më i frikshëm që ne kemi.